Të dashur ndëgjues, mirë se vini në IKAF Podcast, aty ku ekspertiza merr zë. Në episodin e sotëm kemi kënaqësinë të mirëpresim një mysafir të veçantë, zëvendës auditorin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës, zotri Bezad Halilaj. Me një përvojë të gjatë në fushën e auditimit publik dhe menaxhimit financiar, zotri Halilaj ka një rol kyç në forcimin e transparencës, llogaridhënies dhe mirë menaxhimin e fondeve publike në vend. Në këtë epizod do të diskutojmë për zhvillimin dhe rolin e auditimit publik në Kosovë, sfidat aktuale të institucioneve si dhe rëndësinë e zbatimit të rekomandimeve të auditorit, me një qeverisje të qëndrueshme, të përgjegjshme dhe efikase. Ju ftojmë të na ndiqni në këtë epizod me vlerë që sjell më afër publikun me një nga institucionet më të rëndësishme të mbikëqyrjes së financave publike, zyrën kombëtare të auditimit. Është kënaqësi që sot në podcastin tonë të kemi të ftuar zëvendës auditorin e përgjithshëm, zotri Bezad Halilaj. Zoti Halilaj, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Është kënaqësi gjithashtu. Faleminderit. Nga perspektiva juaj, a mund të na thoni kush siguron që paratë e qytetarëve të shpenzohen në mënyrë të drejtë dhe transparente? Për të folë për atë se kush në fakt siguron që paratë taksapaguesve apo qytetarëve shpenzohen në mënyrën e drejtë dhe të ndershme, unë mund të them nga përvojat se ekzistojnë mekanizma të ndryshëm brenda institucioneve apo në përgjithësi administratës publike të një shteti, duke filluar nga ata mekanizmat e parë siç janë kontrollet e brendshme dhe operacionet brenda organizatave, të cilët ndryshe konsiderohen edhe linjat e para të kontrolleve që sigurojnë pagesa të drejta, pagesa në përputhje me legjislacionin, menaxhim të tyre në përputhje me kërkesat, parimet, standardet dhe legjislacionin e përgjithësi, qoftë në projekte apo procese të ndryshme. Gjithashtu, në kuadër të mekanizmave që sigurojnë që taksapaguesit thjesht paranë e tyre ta kenë të menaxhuar si duhet, janë edhe linjat që njihen si linjat e treta të thjesht të llogaridhënies dhe ato janë auditimi i brendshëm, që gjendet brenda kontrolleve të brendshme në institucione apo organizata publike dhe auditori i jashtëm. Në këtë kontekst auditori i brendshëm është ndër mekanizmat kryesor që përmes auditimit ofron një lloj sigurie, që ne e quajmë siguri të arsyeshme, që menaxhimi i proceseve, menaxhimi i aktiviteteve dhe në përgjithësi procedurat për shpenzimin edhe menaxhimin e parasë publike janë duke u zhvilluar si duhet, përfshi edhe menaxhimin e tyrave. Dhe e fundit është auditori i jashtëm, i cili në këtë rast rishikon të gjitha proceset e llogaridhënies, përfshi raportet dhe me dëshmitë e tjera të cilat janë të rëndësishme dhe që e përbëjnë në vete llogaridhënien dhe transparencën për sa i përket institucioneve publike. Auditori i jashtëm normalisht është mekanizmi kryesor që e mbyll zinxhirin e llogaridhënies për menaxhimin e parasë publike. Si do ta përshkruani sot rolin e zyrës kombëtare të auditimit në forcimin e llogaridhënies publike në Kosovë? Zyra kombëtare e auditimit, në fakt, auditori i përgjithshëm është institucioni i nivelit më të lartë i kontrollit ekonomiko-financiar, i rregulluar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, qysh në vitin 2008. Ky institucion ka një rol jashtëzakonisht të madh në, siç e përmenda më herët, në përmbylljen e zinxhirit të llogaridhënies
të gjithë mekanizmave tjerë të cilët kanë përgjegjësi për dhënë llogari për shpenzimin apo menaxhimin e paras publike. Me legjislacionin aktual në Kosovë, përveç kushtetutës i cili jep mandat të plot zyrës kombëtare të auditimit, në këtë rast auditorit përgjithshëm e mandej me ligjin për auditorin e përgjithshëm dhe zyrës kombëtare të auditimit përforcohet ky rol. Zyra kombëtare e auditimit dhe auditori i përgjithshëm kanë mandat që të auditojnë të gjithë paran publike e cila shpenzohet në shtetin e Kosovës, përfshirë edhe pjesëmarrjen e atyre parave publike në përqindje të caktuar në ndërmarrje publike apo në institucione, apo në mekanizma apo projekte të caktuara. Ajo çka është e rëndësishme, auditori i përgjithshëm dhe zyra kombëtare e auditimit rolin kryesor e kanë për me përmirësu menaxhimin e paras publike, me përmirësu llogaridhënien, me përmirësu transparencën, edhe qëllimi kryesor i zyrës kombëtare të auditimit është që përmes auditimeve, përmes proceseve të cilat i zhvillon të ofroj informacione të duhura për publikun e veçantë, për kuvendin dhe mekanizma tjerë palë të interesit në lidhje me atë se si të gjitha nivelet e administratës publike, duke filluar nga niveli lokal, niveli qendror, ndërmarrjet publike, institucionet e pavarura apo agjensitë të ndryshme të pavarura, po e shpenzojnë paran publike. Cilat janë ato mangësitë më të shpeshta që ka zyra kombëtare e auditimit gjatë auditimeve të institucionet publike? Fushveprimi i zyrës kombëtare të auditimit është shumë diversifikues apo gjithëpërfshirës. Janë fusha të shumta të cilat zyra kombëtare e auditimit mbulon përmes auditimeve të veta, qoftë në auditimet financiare, tashmë auditimet të pajtueshmërisë, apo që ne kupton pajtueshmërinë me kornizën ligjore, dhe auditimet e performancës. Ndër mangësitë kryesore të cilat në fakt ka nevojë për përmirësim në institucione publike si derivati rezultateve tona janë mangësitë në procesin e buxhetimit, pra ende shohim mangësinë në procesin e planifikimit buxhetit, siç janë identifikimi i nevoja, mandej vlerësimi i përfitimeve karshi kostos e cila planifikohet të ndahet në projekte. Brenda vitit, pothuajse me ndryshime jo shumë substanciale, zyra kombëtare e auditimit çdo vit ofron rreth mbi 900 rekomandime, cilat nënkuptojnë që janë gjithashtu edhe gjetje. Në këtë rast, vetëm për vitin 2024, kur është kryer auditimi, gjatë vitit 2025, zyra kombëtare e auditimit ka identifikuar 850 gjetje dhe ka dhënë rekomandime për përmirësim. Nga përvoja juaj në zyrën kombëtare të auditimit, apo e shohin ende institucionet auditimin e brendshëm si partner strategjik të menaxhmentit, apo ende shohin si një mekanizëm kontrolli dhe ndëshkimi, sepse ende ekziston një fije shumë e hollë e cila ndan mes këtyre apo perceptimit të cilët ju japin? Në parim institucionet publike, por mendoj edhe ato private, auditimin e brendshëm do duhet ta shohin si një partner, si një mekanizëm ndihmues për qeverisjen e organizatave apo institucioneve, qoftë komunave, qoftë ministrive apo institucioneve të pavarura apo ndërmarrjeve publike. Por për t'ju përgjigj në fakt pyetjes konkretisht, nëse shohim perceptimin,
ndoshta edhe themi praktikën se si auditimi i brendshëm konceptohet nga njëherë. Ekziston edhe ajo përshtypja që më shumë shihet si mekanizëm kontrolli, nuk mund të them ndoshta mekanizëm ndeshkues për shkak se edhe auditimi i brendshëm si mekanizëm nuk ka mandat ndeshkues, sido që t'jetë vetë rezultatet e auditimit brendshëm nganjëherë mund të jenë të tilla ose të paktën mund perceptojnë kësaj, por që do duhet shtrohet pyetja për cilën unë mund të përgjigjem që realisht auditimi i brendshëm duhet të përforcohet më shumë, auditimi i brendshëm duhet konceptohet si një mekanizëm ndihmues, edhe kjo nënkupton që duhet të mbështetet, duhet të thjesht të adresohen rekomandimet e auditimit brendshëm në mënyrë që ky funksion të luajë rolin e vet, i cili rol është në përmirësimin e efektivitetit, efikasitetit të kontrolleve të brendshme dhe qeverisjes në përgjithësi brenda organizatës. Sa në fakt ndikojnë realisht rekomandimet e ZK-s në përmirësimin e menaxhimit të fondeve publike dhe ku mendon se qëndron problemi kryesor, te cilësia e rekomandimeve apo për zbatim të cilat vët përgjes vet institucioni? Mendoj që bazuar në përvojën që zyra kombëtare e auditimit tashmë ka ndër vite edhe duke u nis nga funksioni që kanë rekomandimet në këtë rast, ndikimi i rekomandimeve nga zyra kombëtare e auditimit ka qenë i lartë, edhe këto e them me kompetencë të plotë bazuar në rezultatet cilat ne i kemi pa gjatë përcjelljes së zbatimit rekomandimeve dhe gjatë auditimeve të pasuara në vitet paraprake, sepse një lloj follow-up apo përcjellje zbatimit rekomandimeve ne e bëjmë çdo vit pasi që shkojmë të auditojmë veçanërisht auditimeve financiare në vitin pasues. Ne shohim plot rezultate që kanë bëjnë qoftë me menaxhimin apo me përmirësimin e kontrolleve të brendshme, me menaxhimin e proceseve, me reduktimin e mangësive që kanë bëjnë me qoftë me proceset e prokurimit, me proceset e rekrutimit, proceset e tjera, subvencionimeve tjera. Megjithatë, ose në menaxhimin e pasurive, që është një prej fushave të cilën ne mbulojmë, mund të marr shembull konkret që ne brenda një viti shohim vlera milionësh ose të themi disa shifrorëshe të pasurive të cilat bazuar në auditimet tona, në rekomandimet tona arrin të regjistrohen edhe të raportohen në institucione të ndryshme. Megjithatë, nëse e shohim ose nëse pyesim se sa jemi ne të kënaqur me zbatimin e rekomandimeve, gjithsesi nuk jemi të kënaqur me atë, me nivelin e zbatimit të rekomandimeve, veçanërisht viti i fundit ka qenë jo mjaft jo i mirë. Ka qenë një nivel i ulët i zbatimit të rekomandimeve, vetëm 37% në total. Dhe kjo në fakt besojmë që ka ndodhur për disa arsye. Ne jemi të vetëdijshëm që mekanizmat kryesorë, veçanërisht në nivelin qendror, që mbikëqyrin edhe nxisin zbatimin e rekomandimeve, përveç vetë krerë të institucioneve dhe mekanizmet brenda institucioneve, është edhe Kuvendi i Republikës Kosovës. Mungesa e kuvendit në vitin që shkoi e konkretisht mungesa e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike si një prej mekanizmave që ndihmon dhe i vën para themi llogaridhënies
përgjegjësit për zbatimin e rekomandimeve ka ndikuar që ky nivel të jetë më i ulët. Mandej zgjedhjet lokale në nivel lokal, gjithashtu ndoshta orientimi, fokusimi i personave përgjegjës në zgjedhje ka ndikuar që niveli i zbatimit rekomandimeve ose angazhimet për zbatimin e rekomandimeve në nivel lokal të janë gjithashtu të ulta. Prandaj në këtë drejtim ka shumë hapësirë për me ndihmu për me i zbatu rekomandimet. Ne kemi filluar edhe me disa fushat apo kampanja vetëdijsuese edhe për institucionet, edhe për qytetarët në frymë të ndikimit për me rritë zbatimin e rekomandimeve. Si funksionon në praktik bashkëpunimi ndërmjet auditimit të jashtëm dhe auditimit të brendshëm? Unë mund të flas në rand të parë për institucionin ku unë punoj, pra nxyrën kombëtare të auditimit, por edhe në përgjithësi në aspektin se si në rand të parë standardet dhe praktikat ndërkombëtare kërkojnë. Auditimi i jashtëm në fakt mbështetet në parim në punën e auditimit të brendshëm. Që nënkupton që nëse auditimi i brendshëm si funksion është efikas, është efektiv, kryen punë themi apo auditime të mira, auditime me cilësi, në këtë rast auditori i jashtëm mund të mbështetet në punën e auditorëve të brendshëm edhe duke i besu kësaj pune në këtë drejtim, normalisht që mandej auditori brendshëm i jashtëm në fakt fokusohet apo orientohet në fusha tjera të cilat nuk janë mbulu nga auditimi i brendshëm. Një element tjetër apo faktor tjetër i rëndësishëm është se përmes auditimit të brendshëm, përmes intervistave, përmes komunikimeve që bëhen qysh në fillim të auditimit nga auditorët e jashtëm, auditorët e jashtëm mbledhin më shumë informacione, më shumë themi informacione më konkrete, më të besueshme. Por ekzistojnë disa kritere, disa parakushte se kur auditori i jashtëm, këtë rast zyra kombëtare auditimit apo një institucion suprem i auditimit mund mbështetet në punën e auditorëve të brendshëm. Edhe ato do të ndërto janë se sa është i pavarur auditori i brendshëm, se sa është kompetent, pra se sa është i përgatitur profesionalisht, se sa është i përditësuar me edukim vazhdueshëm profesional, se sa ka njohuri të mjaftueshme, mandej ka parakushtet të tjera, për shembull, të cilat e bëjnë që auditori jashtëm mbështetet në të. Në cilat pika kryesore mendon se plotësojnë njëra tjetrën dhe ku shfaqen më së shpeshti sfida apo mungesë koordinimi? Ndoshta nuk do të thoja mungesë koordinimi, por nganjëherë mund të jenë edhe themi më shumë këto sfidat që ju i përmendet, që kanë bëjnë me këtë mbështetjen apo bashkëpunimin, themi kështu ma thjesht midis auditorit jashtëm dhe auditorit brendshëm. Në rand parë kur flasim për pikat që e plotësojnë njëri tjetrin, e përmenda edhe më herët, janë informacionet të cilat auditori i jashtëm i merr nga auditori i brendshëm përmes intervista, përmes leximit, analizës së raporteve apo rezultateve të auditimit të brendshëm, rekomandimeve, mandej njohurive të shumta që ka auditori i brendshëm për organizatën, për institucionin, sepse duhet ta kemi parasysh një gjë, auditori i jashtëm, në këtë rast zyra kombëtare e auditimit ka qëndron, themi pak më larg me informacione specifike, karshi një funksioni i cili është brenda dhe është day to day apo çdo ditë
në angazhime në aktivitetet ndryshme. Prandaj kjo e ndihmon edhe auditorin e jashtëm që të kuptojë më mirë për situatën. Mandej metodologjit nganjëherë, shkëmbimi eksperjenca, shkëmbimi përvojave, pse jo edhe kjo është një pikë që e plotëson njëri tjetrin. Normal tash gjetjet, rekomandimet tona e plotësojnë apo e ndihmojnë auditorin e brendshëm që në të ardhmen të orientohet në ato fusha të cilat konsiderohen që janë më me risk lartë, më materiale, më të rëndësishme, por njëkohësisht edhe gjetjet dhe rekomandimet që i ka bërë auditori i brendshëm neve na ndihmojnë që të orientohemi ose të riorientojmë planin tonë në fusha tjera të cilat janë me rëndësi. Normal ka edhe sfida që mund të jenë qoftë të natyrës subjektive apo në këtë rast sfidë kryesore, nuk do të thoja që lidhet direkt vetëm me bashkëpunimin ton, por është mungesa e auditorëve të brendshëm në institucione. Legjislacioni i Kosovës përcakton një kufi apo një limit minimal se sa duhet jenë numri auditorëve, se sa duhet jenë të përgatitur, të trajnuar, të certifikuar e tjerë. Dhe ne shohim në organizata buxhetore që ka numër të vogël të auditorëve, për shembull një rast ose një detaj që mund ta përmeni që rrjedh nga ligji për kontrollin e brendshëm financa publike është që çdo institucion i cili ka më shumë se 7 milion euro buxhet duhet këtë spaku 3 auditor të brendshëm, a në fakt ne shohim që pothuajse në shumicën e institucioneve ky kriter nuk është i plotësuar, ose edhe kjo nuk nënkupton që duhet të jenë patjetër 3, nëse janë miliona euro buxhet, qoftë shpenzime, qoftë hyra, do duhet këtë më shumë. Sigurisht qëndron krejt kjo e cilët edhe potencuat, uroj që edhe institucionet të ardhëm të shohin pak t'i dhajnë më tepër prioritet dhe rëndësi edhe zëvendësimit apo plotësimit të këtyre vendeve të auditorit të brendshëm. Sipas standardeve ndërkombëtare të auditimit të jashtëm dhe auditimit të brendshëm, si ofrues të shërbimeve të auditimit, duhet i nështrohen vlerësimit të jashtëm të cilësisë të paktën një herë në 5 vite. A mendoni se kjo duhet të jetë një kërkesë obligative dhe zbatueshme? Po, gjithsesi standardet janë ndërtu apo thjesht janë zhvilluar si soi që të krijojnë mekanizma kërkues për rritjen e cilësisë e auditorëve, qoftë jashtëm apo të brendshëm. Standardet përcaktojnë për të dy llojet e auditimeve që të bëhet ky vlerësim të paktën një herë në 5 vjet. Edhe ideja pse vlerësimet jashtme është nga mekanizma të pavarur të jashtëm, të cilët nuk janë të ndikuar nga palë të interesit apo thjesht nga askush, të japin vlerësime objektive për sa i përket cilësisë. Nëse flasim për legjislacionin, nuk mund të them që edhe legjislacioni i Kosovës nuk i ka të përfshira këto, por problemi mendoj që është më shumë te mosbatimi i legjislacionit. Nëse flasim për zyrën kombëtare të auditimit, ligji për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit e parasheh këto qysh prej vitit 2016 ka paraqë një herë në 5 vjet të bëhet një lloj vlerësimi i jashtëm apo peer review për ndryshe si quhet, rishikimi kolegial nga mekanizma të pavarur, të cilin e përzgjedh kuvendi. Dhe për herë të parë zyra kombëtare e auditimit e ka realizuar këtë kërkesë në vitin 2023 me miratimin e kuvendit. Një organizatë prestigjioze siç është Sigma ka realizu këtë vlerësim dhe imagjinoni se çfarë rezultate kanë qenë apo kanë dalë prej këtij vlerësimi. Zyra kombëtare e auditimit fatmirësisht ka dalë që është apo vepron përputhje me të gjitha standardet e përcaktuara për funksionimin dhe
angazhimin e zyrës kombëtare të auditimit, pra auditon me cilësi të lartë. Nëse flasim për auditimin e brendshëm, që është mekanizëm gjithashtu e përmenda i kontrolleve të brendshme, që njëkohësisht është fushë veprime dhe i yni si zyre kombëtare auditimit, në këtë drejtim ka disa kërkesa, por edhe për auditimin e jashtëm sektorit privat, ka disa kërkesa për këto rishikime, por që mendoj që legjislacioni duhet jetë më i qartë, duhet rishikohet dhe definohet qartë, veçanërisht për shembull periudha 5 vjeçare, dhe ajo çka është më e rëndësishme duhet praktikohet. Edhe kjo nuk po ndodh, nuk duket që kemi një rishikim të paktën nga mekanizmat jashtëm pavarur, të cilët do të vlerësonin në mënyrë objektive cilësinë e ofrimit shërbime nga auditorët e brendshëm dhe pse jo auditorët e sektorit privat. E përmendet pak më parë edukimin e vazhdueshëm profesional. A mund të na thoni pse edukimi i vazhdueshëm profesional, edhe a mendoni se është thelbësor për auditorët, qoftë të jashtëm apo të brendshëm, dhe nëse po, pse? Po, gjithsesi, nëse i referohemi në forma se si profesionistët marrin njohuritë e tyre, sot kur bota po zhvillohet kaq shpejt, edhe profesionet po zhvillohen kaq shpejt, është e paimagjinueshme më që të mbështetemi vetëm në njohuritë apo dijen që kemi përfituar përmes një diplomimi në fakultet ose masteri apo përmes një certifikimi. Ajo çka e mirëmban edhe e zhvillon dhe avanson njohurinë edhe kompetencën profesionale të auditorëve është edukimi i vazhdueshëm profesional, që nënkupton përditësimi i informatave të reja, i praktikave të reja, rikujtimi i atyre praktikave apo njohurive të cilat kanë bëjnë me profesionin e auditorit. Prandaj kjo edukimi i vazhdueshëm profesional është një domosdoshmëri, e cila jo rastësisht përcaktohet edhe si standard ndërkombëtar. E dini, standardet përcaktojnë një minimum të orëve të cilat duhet secili auditor t'i ndjek apo t'i përcjell për gjatë një viti. Dhe kjo e tregon pikërisht edhe rëndësinë dhe domosdoshmërinë, prandaj auditor duhet të fokusohen në edukimin apo përditësimin e informatave. Për te njohurive teknike, cilat aftësi i konsideroni të domosdoshme për audituesin modern, mendimin kritik, analizën e të dhënave apo komunikimin profesional? Këto gjithsesi janë disa prej njohurive edhe aftësive të cilat auditori duhet t'i ketë apo t'i zhvilloj për gjatë zhvillimit karrierës së vet. Auditori është një profesion i jashtëzakonisht, përveç që është i rëndësishëm, është edhe goxha gjithëpërfshirës, që nënkupton që puna auditorit ka një fushë veprim shumë gjerë, ka një lloj diversifikimi të përvojave të cilat i duhen. Normal, auditori nuk mund të jetë një person, themi kushtimisht të di gjithçka, nuk duhet as të pretendohet që të konsiderohet kjo gjithologjia që po përmendet shpesh herë, por që duhet ketë njohuri të përgjithshme. Çka nënkupton kjo? Përveç pjesës financave, pjesës procedurave, ligjeve, të zonë prokurimit, rekrutimit, aspekteve tjera, menaxhimit financave, auditori duhet ketë njohuri të përgjithshme për sa i përket qeverisjes në përgjithësi, për sa i përket politikbërjes në kuptimin e investimeve, projekteve, zhvillimeve të ndryshme, duhet ketë njohuri në fushën pavarësisht që është auditor të zonë financiar, duhet ketë njohuri në fushën e teknologjisë informative, informacionet bazike i nevojitën auditorit. Një auditor financiar nuk mund t'jap siguri për pasyrat financiare nëse nuk e njeh
paka shumë kontrollet e përgjithshme të një sistemi. Prandaj në këtë drejtim auditori duhet të jetë përtej duhet të ketë një uri përtej disa fushave ma specifike apo të atij rrethit vicioz ku vepron. Mandej gjë tjetër që është jashtëzakonisht e domosdoshme, veçanërisht në sektorin publik, qoftë auditorët e jashtëm apo të brendshëm, është fusha e mashtrimit apo korrupsionit. Ne jemi të vetëdijshëm që roli kryesor apo kyçi i auditimit nuk është me luftu korrupsionin, por për shkak apo mashtrimi, po për shkak që auditori ka këtë privilegj, ka këtë mundësi për me auditu proceset, me auditu dëshmitë e menaxhimit financave publike. Gjatë procesit mundet me has në kësi indikaciona apo elemente që kanë bëjnë me mashtrimin, prandaj në këtë drejtim auditori duhet që të ketë një uri optimale që të kuptoj edhe të arrijë që të identifikoj elementet të mundshme që mund konsiderohen si dyshime për mashtrim, edhe zyra kombëtare e auditimit ju e dini në këtë drejtim është mjaft e fokusuar edhe çdo vit identifikon raste të caktuara dhe i adreson në organet përgjegjëse, në këtë rast për adresim më të tjeshëm. Kthehemi pak te inteligjenca artificiale, duke qenë se jemi dëshmitar të një zhvillimi të hafshëm. A mendoni se inteligjenca artificiale do arrijë të ndryshojë perceptimin, s'po themi të zëvendësoj, po të ndryshojë perceptimin në krijim të profesionit të auditimit në vitet e ardhshme, nëse mund ta kemi një opinion tuaj? Unë besoj që po, bazu në informacionet që kemi, bazu në bashkëpunimin me SAI apo institucione supreme të auditimit të shteteve të tjera dhe mbështetur në deklarimet në tryeza, konferencat të ndryshme ndërkombëtare në cilat kemi qenë edhe marrim pjesë zakonisht. Inteligjenca artificiale do të ketë ndikim jashtëzakonisht madh në punën e auditorëve. Dhe ai ndikim do të jetë më shumë në aspektin jo vetëm logjistik, por në aspektin e rritjes së efektivitetit edhe eficiencës. Gjërat do të bëhen më shpejt, do ta reduktoj konsumin e njerëzve për sa i përket apo thjesht auditorëve për sa i përket punës apo angazhimeve që kryen, edhe kjo do të mundsoj mandej mbulueshmëri më të madhe. Ajo çka duhet theksojmë, inteligjenca artificiale nuk do të arrijë me e mbulu çështjen kryesore apo parimin kryesor që ekziston për auditimin, gjykimin profesional. Gjykimi profesional, ajo se si duhet ta gjykojmë, se si duhet t'i adresojmë çështjet, mbetet prapë tek faktori njeri, tek auditori. Inteligjenca artificiale mund ndihmojë në mbledhje të dhëna, mund ndihmojë në shumë çka tjetër, por ta nxjerrë një konkluzion specifik apo thjesht ta jap mendimin në lidhje me qoftë pasyrat financiare, qoftë me një procedurë të caktuar apo çka do qoftë tjetër, ajo do të mbetet prapë tek faktori njeri. Por gjithsesi, domethënë inteligjenca artificiale është diçka që tashmë sajt institucionet supreme të auditimit vetëse kanë filluar që të merren me të, kanë filluar të zhvillojnë programe të caktuara, për shembull për analizën e dhënave apo për procese tjera të cilat zhvillohen nga ana e auditimit. Po, përfundimisht do ta ndryshoj, do thotë edhe konceptin, ndoshta pak a shumë të bërit auditim. Çfarë mesazhi të veçantë do doni të përcjellnit krejt në fund pasi arritëm, veçanërisht për kontabilistët dhe auditorët dhe brezin e ri të profesionistëve që duan ta ndjekin këtë rrugë? Jem për gjeneratat e reja, për ata që synojnë të jenë kontabilist apo auditor, është e para duke kuptuar rëndësinë e auditimit.
edhe duke kuptu që unë mund të thëmë që auditimi veçanërisht është një mision, ma shumë se sa veç vend pune, se sa një detyrë profesionale, pra edhe veçanërisht auditorët e sektorit publik, sepse ndihmon në shpërfaqjen e gabimeve, e keq menaxhimit, e deklarimeve të parregullta apo aspekteve tjera jo të duhura. Mendoj që mesazhi kryesor do të duhej që gjeneratat e reja të lexojnë më shumë. Kjo nënkupton që të përditësohen, të updatetohen, ndjekin edukime të ndryshme, të vazhdueshme, të certifikohen, të rrisin njohuritë e tyre profesionale dhe këta jo duke u përmbyllur brenda kornizave të një vendi, pavarësisht që sot fatmirësisht edhe Kosova ofron shumë njohuri, ofron shumë mundësi të mira për mu certifiku, mu eduku profesionalisht, por përmes këtyre mekanizmave brenda vendit, por edhe jashtë, të arrisin thjesht kompetencën e tyre profesionale, sepse vetëm duke qenë kompetent, duke qenë të ditur, por edhe një parem që nuk duhet me harru asnjëherë për auditorët dhe kontabilistët është zbatimi i parimeve etike, integritetit, pra një punë të ndershme, në të mirë të interesit qoftë publik të qytetarëve, po nëse janë në sektorin privat, në interes gjithashtu edhe të vendit, sepse edhe përmes sektorit privat, në rand parë, përmes tatim pagimit, përmes formave tjera, mbrohet interesi publik, por edhe interesi i atyre pronarëve në këtë rast, të cilët ju kanë dhënë mundësi që të auditojnë edhe të menaxhojnë paranë e tyre. Prandaj, thjesht dhe shkurt, edukimi është thelbësor. Ngritja edhe kombinimi i përvojave praktike me njohuritë teorike. Nuk është e mjaftueshme sado të kesh njohuri teorike nëse nuk bëhet një kombinim i tillë. Zoti Alila, i faleminderit, ishte kënaqësi që ishi pjesë e podcastit ton, duke ditur që dhe reflektimin ton mbi rëndësinë e transparencës dhe llogaridhënies së parave publike. Jeni një vlerë shtume këtij podcastit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe dëshiroj sukses.